Përgjatë gjithë gjatësisë së lungomare 2, duke filluar nga fushat e sportit në ujin e ftohtë dhe deri në afërsitë të tunelit, vazhdojnë ende të jenë të vendosura strukturat mbrojtëse metalike prej hekurit tek pemët. Këto struktura metalike, të cilat janë vendosur kryesisht pishave, për të bërë të mundur që trungu i tyre të vazhdojë sa më drejt, sipas qytetarëve të Vlorës, atyre që e frekuentojnë këtë zonë, janë kthyer në pengesën kryesore për ta. Qytetarët e Vlorës kërkojnë që ato të hiqen sa më parë, pasi ju zen totalisht trotuarin ku ata mund të kalojnë. Sipas qytetarëve, e kanë të pamundur që të ecin aty, pa u përplasur me pemët apo strukturat metalike prej hekuri. Patjetër që janë pengesë. Jo pengesë e vogël, po e madhe. Nuk e kuptoj për çfarë arsye. I kanë mbjell dhe këto lloj peme në anën e plazhit këtu nuk jetojnë shumë. Pengojnë rrugën. Po, pengojnë rrugën e para dhe janë parat e hedhura kot nga bashkia. Shikojmë që këto strukturat metalike këtu janë vendosur për mbajt pemë, po nga ana tjetër kemi një realitet që pemë. Dëgjoj këtu, një farë të drejtë e kanë. Një farë të drejtë e kanë, po mënyra për mbajtjen e strukturave të pishës duhet i vënë ndras, jo hekur. Unë kam parë në Gjermani që përdorin ndrasën në një farmase, i heqin dhe nuk pengojnë rrugën fare. Brenda trungut të pemës vetëm. Është vizuale, është e keqe. Është po, gjithë kjo bukuri humbet me këto. Po ato janë një farë pengesi, po ndoshta duhet që të mbajnë pemët, ku di unë. Ndërkohë, na sa thonë edhe 18 mjedisit, edhe vetë pemët i dëmtojnë. Shohim këtu për shembull që janë tharë shumë pisha. Ndërkohë që flasim. Duhen hequr, bëni apel për heqje, do të ishte më mirë që të hiqeshin. Po gjeni një mënyrë tjetër edhe që mund t'i suportonin këto pemët, mirë është që t'i heqin. Edhe si vizive, anë vizive që kanë e prishin, edhe është pengesë për të kaluar njerëzit. Mendon se duhet të reagojnë, apo duhet me patjetër që të reagojnë për këtë problem? Po populli jonë nuk është për këtë punë, nuk reagon populli, këta bëjnë çfarë duan. Po institucionet janë të pushtetit, çfarë thotë pushteti bëhet. Kjo problematik vjetre edhe nga emigrantët të cilët i jenë sot në Vlorë. Ata shprehen të çuditur që në qytet, në mesin e trotuarit, gjenet të tilla struktura prej hekuri që zënë rrugën e këmbësorëve, duke dhënë edhe eksperiencën e tyre, atë se çfarë kanë parë në Itali, emigrantët tregojnë se duhet gjetur një tjetër zgjidhje. Sipas tyre, për më tepër, kjo strukturë nuk i mbron as pak pemët, por është kthyer në faktorin kryesor përse i dëmton këto të fundit. Vi nga Italia edhe ka vajt në Viareggio, ri në Firenze, edhe lungomare, po, është shumë e mirë, e bukur, po që këto pemët edhe këto hekura që kanë vënë këtu, atje nuk i kanë parë. Jo, assolutamente, no. Jo. Për shembull tani, e kishe të vështirë nga kaloja? Po, e kisha se tani nuk ka shumë njerëz dhe do ta gjej rrugën nga të kaloj vetë. Kur ka shumë qarkullim që ka pasagjerit që nuk kalojnë nënat me fëmijë, moshatarët me karroca me ato, atëherë do detyroj të devijoj në mënyrë të pavedishme për të gjetur një mënyrë për të kaluar. Për mua nuk kam parë që pemës e shohim që nga njëra jo, nuk ma merr mendja. Po pse i vendosin? I vendosë këtu janë inxhinierat shqiptarë që programe ato të tyre të din ata, po ne si popull, thash unë nuk jetoj këtu, po që edhe ande kam parë dhe pishat afër plazhit, më ujnë, di që i tha uji i kripur. Duhen hequr, e shesi urgjente që duhen hequr, duhen të nuk varet nga mua, po unë si qytetare që vi, se po të hiqen, po. Janë gjërat që i di shteti jonë edhe qeveria jonë, plasë jonë, se edhe unë ba pjesë në këtë procesin e zhvillimit dhe më bëhet kënaqësi e madhe që ka ndryshuar për shumë gjëra. Vlen të theksohet se struktura metalike prej hekuri ka qenë më parë e vendosur edhe përgjatë bulevardit Ismail Qemali, tek pemët në lungomare, por edhe në parkun e shtëpisë së pavarësisë, duke parë që këto struktura dëmtojnë pemët e llojit pish, ku shumë prej tyre janë tharë, këto struktura duhen hequr prej andej. Ndaj kërkohet që të ishen sa më parë edhe përgjatë vazhdimit të lungomares në mënyrë që pemë të tjera të llojit pish të mos dëmtohen dhe thahen.